Rikthehemi sërish në studio në bisedën e nisur pak më parë. Po jo, ne kemi bërë pjesën tonë, në si media kemi bërë pjesën tonë. E qartë. Si komunitet ekziston kjo mangësi? Ekzistojnë, ekzistojnë, po jo vetëm komuniteti shqiptar, ekzistojnë të tjerët, po ne duke qenë kom mi vogël, duke mos pasur biznesmenët, sepse në fundit shqiptarët e Shqipërisë të pakën këtu kanë ardhur pas viteve 90. Pra po e quhen 30 vjet. Nësa shqiptarët e shteteve tjera kanë ardhur kanë qindra vjet dhe ka një komunitet më të madh, më të fuqishëm. Edhe duke menduar dhe popullsinë e viseve shqiptare, e thëm 7 milion, po e quhen 10, po gjithsesi janë një popullsi relativisht e vogël. Dhe duke menduar edhe tjetër që nuk kemi përqendruar një shtet mbi që kemi vetë, po kemi New York, kemi Boston, kemi Chicago, pra jemi shpërndar në disa. Është normalitet ai, këtë tjetër. Dhe nësa lavdrimet i meritoni pa dyshim, i keni bërë punë dhe e meritoni lavdrimet dhe përgëzimet dhe respektin, ato detyrat për tjerat mirë është dhe ajo, por nuk e besoj që nxjerrë ndonjë frut, vetëse thirrje së mirë, dashamirëse për të pasur një bashkëpunim të tillë, që unë do të dëshiroj natyrisht. Ashtu si dhe juve. Bashkë kemi pasur mjaft debate. Atëherë, cili është debati më i parushëm për ty? Unë të gjithë debatet majmën që unë nis biseda, po s'pati debat, është nëse unë do të thoshit një diçka, unë do të thosha po, do thoshit dytë, do thosha jo, të tretë do thosha jo, po, maroj, nuk është më debat. Nësa debati është luftat kundërtave. Luftat kundërta në çdo lloj filozofie është burim zhvillimi. Edhe vetë lufta tamam. Lufta jo lufta e mendimeve, edhe ajo pas asaj ndodh një farë zhvillimi. Ndodhi lufta e parë botërore, ndodhi pastaj një bum. Ndodhi lufta e dytë botërore, e njëjta gjë, bum. S'duhet të propagandoj me këtë që po të lodh një luftë e tretë do të jetë zhvillim, sepse ajo mund të jetë katastrofë pas asaj. Po gjithsesi, mendimit kundërtët, ai dikush i treti dëgjon njërën palë, dëgjon anën tjetër ekuivalente ose e kundërt me ato, dhe nxjerr konkluzionet cila është më e mira. Se të mirë absolute dhe të keqja absolute nuk ka. Po në këtë botë sundon relativiteti, jo absolutja është pothuajse inekzistente, ose shumë pak gjërat absolute në këtë botë. Pra, me sakta, relative është gjithçka. Po ka diçka pastaj përjashimet ka absolute. Atëherë, ne sikurse e keni marrë vesh në datën 1 nëntor do të kremtojnë me një mbrëmje gala për vjetorin tonë të 25. Natyrisht ju jeni miq edhe jeni të ftuar në këtë mbrëmje gala, është i ftuar edhe komuniteti shqiptar aty për të marrë pjesë. Natyrisht do të kenë mundësi edhe në gjatë 2 orësh koktej që të shprehin edhe opinionet, dëshirat, edhe vrejtjet, natyrisht vrejtjet na vlejnë, edhe ne jemi një ekip i vogël që me shumë sakrifica përpiqemi të mbajmë gjallë vlerat tona kombëtare me një televizion që është në diasporë, është ndër më të mëdhejt, s'ka të tjerë në diasporë me këtë shtrirje, 24 orë në ditë edhe me shtrirje edhe në sajt të rritjes së teknologjisë edhe në të gjithë Shtetet Bashkuara dhe me gjërë. Zoti Anton, si e shihni televizionin ton në perspektivë? Kjo na takon neve kjo pyetje. Kjo në fakt aty deshta më ardhë që pyetja do ishte nga ana jonë se ku mendoni ju se do jeni mas 20 vitesh si televizion. Megjithatë, duke përcjellur punën tuaj të paktën tash 18 vite edhe 9 muaj që unë ndodhem në Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë kam një bindje shumë pozitive dhe mendim shumë pozitiv se këtë televizion do vazhdoj dhe do perfeksionohet akoma më shumë dhe mendoj që do i shërbeni komunitetit gjithmonë akoma dhe më mirë, edhe pse nuk kam absolutisht asnjë gjë për të shtuar, sepse ju e keni bërë më të mallën të mundshme si televizion, por sigurisht ndoshta në të ardhmen do të afrohen ndoshta edhe kushte më të mira edhe për ju si staf dhe do të keni mundësinë të bani më shumë.
Unë ju uroj juve të keni një jetë gjatë, si persona në radhëparë si njerëz, por ama edhe si televizion, dhe ky televizion të trashëgohet akoma gjatë për vite dhe shekuj, derisa ne jetë ekzistojmë si shqiptar këtu, besoj si do ekzistojmë shumë, dhe të jetë një shembull i veprimtarisë për alle dashurin, për ruajtjen e kulturës, për ruajtjen e gjuhës, dhe për sigurin dhe për cilën e lajmit sa më të saktë dhe sa më të shpejt, dhe pasqyrimin e realitetit, domethënë, dhe ngjarjeve që ndodhen këtu në komunitetin tonë. Absolutisht nuk e kam as pikën e dyshimit, siç e thash edhe më parë, por besoj se do të keni kushte akoma më të mira dhe për t'u dhënë ju më shumë mundësi për në shërbyrni më mirë. Ju faleminderit. Avokat, unë e di që ti ke një vërejtje, do që në debatet tona të kemi sa më shumë. Jo, po ta apo si doni dhe mendimin tim se do i... Patjetër. Po, se dy mendime gjithmonë janë mirë se një. Patjetër. Po, unë, kur shikoj dhe dëgjoj që Amerika mbyll zërin e Amerikës ose VOA që thonë, dhe me një dekret presidenti mbyllet zëri i Amerikës. Pra, që t'jem objektiv në këtë parashikim, e përjashtoj objektivitetin. Por, objektivitetin ndërthurur me subjektivitetin mund t'a bëj, mendoj që sa t'jeni ju të tre në gjendje pune dhe në gjendje aftësie për të majtur një biznes, televizori, është e sigurt kjo, televizori i shqiptarëve të Amerikës do ekzistoj sipas parashikimit tim. Pas jush, është e vështirë që të parashikosh aq më tepër ashtu si thash, kur mbyllet televizori, kur mbyllet zëri i Amerikës, ç'mendon për një televizor pastaj që është lokal, është e një pjesë të caktuar, një komunitet të caktuar. Por nuk ka arsye pse mos të vazhdoj edhe të trashëgohet brez pas brezi. Por gjithsesi, parashikim tjetër objektiv s'mund bëhet për vetë faktin se televizionet sot që janë kaq të fuqishme, ashtu siç radiot ishin të fuqishme deri në vitet 70, efektivisht pothuajse s'ka njeri që dëgjon më radio. Vetëm makinë. Po dhe makinë ndonjëherë ta mbyll thua se ka hallë se mos ka trafik të dëmtur në një kthes. Pra, pothuajse nuk ekziston. Edhe kjo puna e televizorit po shkon drejt mediave të tjera sociale. Dhe nuk mund të parashikosh do që të bëj, sepse vetë televizorin përgjithësi, po gjithsesi kjo do të ketë periudhë shumë të vonshme për të ndodhur, dhe uroj që sa më gjatë jetë televizori i shqiptarëve të Amerikës, aq më mirë është jo për juve, po komunitetin e shqiptarëve në radh parë të Amerikës, sepse kontributi juaj, jo ndihma juaj dhe tarot tuaj mund të jenë modeste, po kontributi që marrin ata të tjerë të shimadh. Dhe shija që dhe të mirat që usell ky televizor shqiptarëve të tjerë, në fund të fundit keqja se nuk usell asgjë. Nëse usell shumë të mirat, diçka të mirë, atë që ndjek, usell një kohë më të begatshme, më të këndshme, dhe ne le të privilegjuar dhe i kërkuar sidomos nga shqiptarët që e dinë shqipen. Se ata shqiptarë që dinë shqipen, për ata janë asimiluar themun që tani ai që ka humbur gjuhën shqipe ka humbur edhe komsinë de facto, de jure vazhdon komsia dhe bresa të tërë pastaj. Kështu mendoj të pak. Ju faleminderit për praninë tuaj në studio, për opinionet e vyera, për vlerësimet natyrisht edhe për nxjerrjen në patë ndonjë mangësie, natyrisht ne jemi koshient që ka mangësi që vijnë nga puna, nga mungesa e financimeve, nga mungesa të ndryshme që kemi në punën tonë, por për një gjë jemi të sigurt. Angazhimi që kemi marrë për të qenë gjithmonë në pararoj të ruajtjes së vlerave tona kombëtare do ta çojmë deri në fund, edhe për 25 vjetët të tjera them unë, po nuk e dim se do na zgjasë jeta, por megjithatë, sikur se thatë ju avokat, vlerat tona kombëtare duhet ruhen, edhe ideali ynë është që natyrisht kombi shqiptar këtu në Shtetet Bashkuara që ka rreth një shekull e ca, një shekullin çerek emigracion, të jetoj sa më gjatë, të mos shkrihet në kombin e madh të nderuar amerikan, por sidoqoftë të mos e di vetëm që nga gjyshi jam
Unë jam italian, po nga gjyshi jam nga Danimarka ose tjerë, si që i gjem të komësit e tjera, por natyrisht do ndodhi ajo, por të po ne s'do ta dim që do ndodhi. Ne nuk do ta dim që do ndodhi. Ne nuk do ta dim, ne themi sa më vonë. Por nuk do ta jetojmë atë. Ne të bëj dhe një urim koncis, lakonik, gëzuar për vjetorin, dhe u bëfshi 100 vjeç dhe suksese në punën tuaj fisnike. Nësoj lakonikisht. Lakonike dhe faleminderit. Me 100 vjeçim duket larg për mua, po qoftë televizioni. Ashtu është ditëlindja shqip. Edhe herë, pra vërtet, ishte një kënaqësi është bisedë me ju, me avokatin, dhe dëshiroj t'ju uroj 25 vjetorin e veprimtarisë dhe njëkohësisht duhet ju falenderoj sinqerisht juve me punën tuaj fisnike dhe me punën tuaj profesionale si gazetar. Duhet falenderoj pronarin e televizionit zot Nika Nivila me zonin e nderuar Valentina. Duhet falenderoj dhe t'i përshëndes gjithë anëtarët e stafit, kameraman, gazetarët e tjerë, përkrahës të këtij televizionit dhe gjithë ata të cilët edhe përkrahin edhe me donacione këtë televizor, dhe t'ju them se vërtet jeni duke bërë një punë të mirë dhe vazhdoni, ju shpresoj dhe dëshiroj që të keni jetë sa më gjatë. Nuk do va caktoj sa, por të jetë sa më gjatë dhe të kenë fatin gjenerat pas gjeneratet të shijojnë këtë televizor kaq të mirë në këtë punë të shenjtë në radhë pare kombëtare dhe në këtë punë profesionale që jeni vërtet zani i denj dhe i pastër i komunitetit tonë shqiptar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit dhe urime. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Në ciklin e emisioneve tona, kushtuar 25 vjetorit të televizionit tonë, sot transmetuam një bisedë me zotërit Anton Laçaj, profesor në Universitetet e Michiganit dhe avokatin e mirënjohur mikun ton Apollon Braho, me cilët diskutuam opinionet e tyre mbi rrugën, ecurinë dhe të ardhmen e televizionit ton. Dhe ndajemi këtu me urimin gëzuar ditëlindjen.